Putini po vdes, Vladimir Tunit bën grushtetje, Vladimir Putin është çmendur. Fik për atentat, bën sens kjo se që ky është sozia, që ashtu, unë e pash dje kishte marrë mësuesen e vet shkollës, domethënë të 10 vjeçarit. Vladimir Putin e ka fituar këtë luftë. E ka fituar ekonomikisht, nuk iku rubla, iku euro për lesh. Dakor? Nuk i funksionuan sanksionet shkatruan BE-n. Të gjitha qeveritë që ishin kundër Vladimir Putinit kur filloi lufta në BE, ranë të gjitha. Si rrjedhoi krizës ekonomike. Edhe Orbani që ishte me Vladimir Putin, si rrjedhoi krizës ekonomike në BE për shkak të luftës në Ukrainë dhe tash edhe për shkak të luftës në Gjirin Persik, u shkatruan gjitha këto qeveri. Pra, që media dhe propaganda perëndimore vazhdon dhe i bien fyllit vetëm në një pikë. Nuk e dobëson Putinin, e forcon, bën të kundërtën. Unë jam i bindur që mënyra më e mirë për ta dobësuar Putinin është duke hyrë një marrëveshje me Putin. Duke ulur çmimet e naftës dhe gazit, se një marrëveshje do ul çmimet. Ta vazhdojnë njëjtën mesele. Unë nuk kam mbaruar ekonomik. Më vjen keq, e kuptoj ekonominë shumë mirë se këta. Ditën e parë kam thënë që nuk do funksionojnë sanksionet, do shkatrojnë BE. Po se nuk do në shkencë madhe, Diona, sepse BE-ja nuk ka burime energjetike. Duhet të kesh burime energjetike. Dritërat janë në Rusi, burimet energjetike janë në Rusi dhe janë në Gjirin Persik. SBA-ja po, ka naftë dhe gaz dhe mund ta shesit vetë. Po Evropa s'ka. Kështu që ky insistim e përsëris edhe një herë me që përmendëm Starmerin. I europianëve për të mos e kuptuar gabimin dhe gabimet e bëra ndër vite. Në fakt nuk ka dobësuar Putinin, po ka dobësuar